Duket se qëndrimi në zyrën e kryetarit të Gjilanit mes viteve 2000 dhe 2005 ja kishte lënë ëmbël Lutfi Hazirit, i cili në zgjedhjet e nëntorit 2013 hyri me vrull, e duke përdorur edhe çështje mjaft delikate, si ajo e mbulesës së nxënësve. Ai përgjatë gjithë fushatës kishte premtuar se do të lejonte Shami në shkolla, përkundër që për këtë ja tërhiqnin vërejtjen kryetari i partisë së tij dhe Ministria e Arsimit, duke ja bërë me dije se një gjë e tillë nuk është kompetencë komunale. Tash kur kanë kaluar 100 ditë prej se ka rrimarrë zyrën e kryetarit të Gjilanit, Lutfi Haziri nuk ka arritur të bëjë ndonjë gjë në lejimin e Shamijeve në shkolla. Por vazhdon të thotë se shkollimi është i garantuar me kushtetut dhe se shkollimi fillor është obligativ. Përveç kësaj, Lutfi Haziri u kishte premtuar votuesve Gjilanës rregullim të infrastrukturës dhe kanalizimit, depolitizim të arsimit, mbështetje për klubet sportive, parqe, kopshte, ndriçim publik, zgjerim të rrugëve, mbështetje të bujqësisë e shumë të tjera. Por në 100 ditët e para të qeverisës së tij, këto premtime ende mbeten në fazën e vlerësimeve dhe planifikimeve. Përgjatë kësaj kohe, Haziri thotë se është marrë me borxhet e trashëguara, të cilat sipas tij kapin vlerën në 9.6 milion eurove. Edhe pagesa këtyre borxheve ka qenë premtim i fushatës së Hazirit. Ne kemi filluar përveç zbardhjes borxheve dhe kategorizimit edhe servisimin e tyre, apo pagesat e para ta 3 mujor. Qemal Mustafa, ish kryetari i Gjilanit në qershor të vitit të kaluar, duke folur për borxhet e komunës së Gjilanit, i pati thënë gazetës Jeta në Kosovë se më shumë se borxhet, duhet kushtuar rëndësi faktit se si është krijuar ai borxh, nëse është krijuar për të bërë efekt në qeverisje apo jo. Ai është ankuar se buxhetet e komunave kanë mbetur të njëjta ndër vite, ndërsa kërkesat ndaj tyre vazhdimisht janë rritur. Në anën tjetër, Lutfi Haziri thotë se gjatë këtyre 100 ditëve ai ka plotësuar edhe një nga premtimet e tij, që ka qenë ulja me 100% e taksave komunale. Draf tarifa e komunale e miratum në asamble ka bë uljen e kategorive të veçanta të tarifave të hyrave dhe taksave komunale të tjera, në mënyrë që me stimulu biznesin e vogël dhe biznesin familjar veçantë. Sipas vendimit të marrë në mars, disa nga këto kategori kanë pasur edhe ngritje të tarifave dhe taksave komunale. Për shembull, bastoret, lotarit dhe lojra tjera të fatit. Taksa prej 1.000 eurosh u është ngritur në 2.000, për kazinot nga 1.500 taksa u është ngritur në 3.000. Në anën tjetër, ky vendim ka liruar ndër të tjera parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektiv, ku tarifa vjetore për persona fizik ka qenë 100 euro, ndërsa tani është 70. Qiraja mujore për metër katror për të gjitha objektet komunale, me material të fortë ndërtimor, me destinim lokal afarist për zonën A, ka qenë 15 euro, ndërsa është zbritur në 10. Është hequr fare tarifa prej 5 eurosh për pranimin e kërkesave për shërbime publike. Po ashtu, pa taks vjetore do të mund të shfrytëzohen objektet komunale për ushtrimin e veprimtarive zejtare si këpuctar, kapela punues e të ngjashme, e cila ka qenë 5 euro deri tash. Ndërsa premtimet për përmirësimin e infrastrukturës ende mbesin në fazën e premtimeve, sepse ashtu sikurse paraardhësi i tij Qemal Mustafa, edhe Haziri do të përqendrohet në rregullimin e shtratit Mirusha. Këtë vit do të japi përparësi përfundimit të shtratit Lumit Mirusha. Një ndër problemet kryesore që kanë zvarritur këtë projekt ndër vite ka qenë edhe shpërndësimi. Sipas Hazirit, në 100 ditëshin e parë janë bërë edhe 300.000 euro shpërndësime, ndërsa vlera përgjithshme e pjesës së mbetur të projektit është 1.9 milion euro. Kryetari i Gjilanit, ashtu sikurse edhe paraardhësi i tij, shpreson në ndihmën financiare të qeverisë për finalizimin e këtij projekti. Haziri po ashtu kishte premtuar 1 milion euro për bujqësi qysh në vitin e parë, por tash arsyetohet se e ka gjetur buxhetin të miratuar nga ish kryetari dhe kuvendi, por shton se është në fazën e evaluimit dhe se do të ketë subvencione të drejtpërdrejta për bujqet. Lutfi Haziri është pak më specifik kur flet për premtimin se do ta lirojë zyrën e kryetarit në mënyrë që i tërë objekti komunës t'i jepet muzeut të qytetit. Vendimi veç është formu, ky objekt do t'i bartet muzeut të qytetit dhe do të administrohet nga zyrtarët që do të përkohësisht do të zgjidhen për me themelu muzeun e qytetit. Zyra e kryetarit të Gjilanit do të bartet tek administrata. Sipas zyrtarëve të komunës, objekti në fjalë është njëri prej objekteve më të vjetra në Gjilan,
dhe është objekt i mbrojtur në kuadër të listës për monumentet dhe trashëgiminë kulturore. Femrave të Gjilanit, Lutfi Aziri u kishte premtuar shkollim falas, për të cilin thotë se nënkupton transport falas dhe bursa, por shton se këtë vit së pari duhet të paguaj 50.000 euro borxhe që i kishte trashëguar nga viti kaluar, me që studentët nuk i kishin marrë bursat. Premtimi për pastërtinë e qytetit, parqet, kopshtet për fëmijë dhe ndriçimi publik sipas tij janë në fazën e programimit, ndërsa ndërtimi 4 kursive të premtuara për rrugën Gjilan-Prishtinë, ai thotë se do të fillojë këtë vit bashkë me rrugën Gjilan-Bujanovc. Edhe premtimet e tij për arsim të depolitizuar dhe qasje të secilit qytetar në mjeksi mbesin ende premtime. Kështu, Aziri thotë se do të krijojë arsim të depolitizuar duke i përfshirë edhe këshillin e nxënësve dhe prindërve nëpër panele, ndërsa për shëndetësi thotë se do të ketë kontrolle sistematike mjekësore në shkolla, qerdhe e sidomos fshatra. Gjatë 100 ditësh të parë, Lutfi Aziri ka larguar rreth 30 punëtorë të administratës komunale. Sipas tij, të gjithë këta punëtorë kanë qenë me kontrata në vepër dhe si janë larguar për shkak të kostos buxhetore dhe mbi ngarkesës së madhe të stafit. Për disa pjesëtar të opozitës, Lutfi Aziri ende po sillet sikur të ishte në fushat parazgjedhore, ndërsa të tjerë e quajnë qeverisjen e tij të përgjumur. Prap lufta po vazhdo me premtime, po në fakt asnjë nga premtimet e fushatës, pas fushatës deri sot nuk është realizuar në praktikë. Hajde të zonë për mos me bë këtë kritik, të zonë luta ka dalë një ditë edhe i ka heqë disa hekra në rrethoj të objektit të gjykatës. Mund t'ja bëjmë një tek pozitiv lutës. 100 ditë të pushtetit të tij manifestohen me 2-3 qëndrime shumë interesante të jashtë shtetit. Unë ka pëlqyer kur e kanë ftu lutën në Amerikë në lutjet mëngjesit, si kryetari komunës time. Por unë ka pëlqyer që ky rend 2 javë atje. Është një administratë e përgjumur, e cila për këto 3 muaj që zakonisht mjaftojnë për identifikimin e problemeve, por edhe fillimin e zgjedhjeve të këtyre problemeve që janë të shumta në komunën e Gjilanit dhe shumë prej tyre madje janë edhe shumë urgjente, akoma nuk ka filluar asgjë të ndodhë. Fehmi Sulejmani, bashkëpartiaku i Kurteshit dhe këshilltar komunal, thotë se kryetari nuk e ka përmbushur as premtimin për reduktim të drejtorive dhe për hapjen e një zyre për loginin e Preshevës. Muhamet Halili, gazetar dhe themelues i portalit informativ 2lonline.com, që ndër të tjera monitoron edhe punën e kuvendit komunal, thotë se në teren nuk është parë ndonjë gjë konkrete gjatë 100 ditësh të parë. Ekziston përshtypja që në raport me qytetarin si në raport me veprimet në teren, nuk është parë ndonjë veprim konkret. Nëse e marrim 100 ditësh e parë, do të thotë mund të llogaritë që dikon mbi 30% të asaj kohe, të asaj periudhe kohore, kryetari nuk ka qenë gjë. Në vim do të kemi diçka të mirë për qytetin e Gjilanit dhe qytetarët e Gjilanit, si rrjedhoi vizitave të tij jashtë vendit, atëherë do të vlerësohet si domethënë veprimi i qelluar i kryetarit komunal. Ndërsa nëse nuk do të kemi asgjë të mirë në muajt me vim për atyre vizitave, atëherë do të thotë që ato vizita kanë qenë për qytetarin, për qytetarin e Gjilanit, vizita të kota. Por, sipas Azirit, vizitat jashtë vendit kanë qenë zyrtare, dhe se shumica prej tyre kanë qenë të aranzhuara para zgjedhjeve lokale. Aziri thotë se këto vizita janë bërë në kuadër të përpjekjeve të tij për të zhvilluar bashkëpunimin e komunës së Gjilanit me qytetet perëndimore. Edhe qytetarët e Gjilanit thonë se nuk kanë parë ndonjë ndryshim në teren në 100 ditët e para të Lutfi Azirit. Ata çka di unë, minus 7 milion është o minus borç që marrë Mustafa. E qysh po do këtë punë? Unë nuk e di këtina, s'ka mund ky më bëu tash me çdo borçe. Në portale po shohim informacione, takime me njerëz të ndryshëm, edhe po shpresojmë që këto ditë të ardhshme këtë vit do të ketë më shumë ndryshime se qeveria e kaluar. Përkundër Qemal Mustafës që ka jetuar në Prishtinë, kryetari tashëm thotë se jeton në Gjilan, në rrugën Mulla Idrizi. LDK-ja në Gjilan është në koalicion me AAK-n, Partinë e Drejtësisë, Partinë Republikane, Lëvizjen Vatra, Partinë Turke KDTP
dhe Partinë Social Demokratike dhe Lëvizjen për Integrim dhe Zhvillim.